Buldozerët ishin tashmë në skajnë e pronës së tij. Harold Wilson ul në shkallët e verandës së shtëpisë së vetme që kishte njohur ndonjëherë. 4 gjenerata të familjes së tij kishin jetuar këtu. Tani Vertex Development donte ta zhdukte atë. Ata i dhanë atij deri në perëndim të diellit kohë për të ikur. Duart e tij të lodhura nga artriti dridheshin ndërsa i mbante njoftimin për dobim. Harold nuk kishte ku të shkonte. Ndërsa dielli filloi të perëndonte, një makinë zeze elegante u ndal në rrugën e tij me zhavor. Derën e hapi një burr me kostum të shtrenjtë, i cili doli jashtë. Familja e Harold Wilson e kishte ndërtuar këtë shtëpi në vitin 1932. Gjyshi i tij kishte vendosur çdo tull me duart e veta. Pema e lisit në oborrin e përparmë ishte mbjell ditën kur Harold lindi. Çdo qoshe mbante kujtime që parat nuk mund t'i blinin. Kjo shtëpi mbijetoi depresionit të madh të 2 luftrave botërore, i tha Haroldi fshinjës së tij Marta. Baba im më mësoi të ngaz biçikletën atë rrugë. Unë dhe gruaja ime rritëm fëmijët tanë këtu. Marta tundi kokën me trishtim. Ajo tashmë i kishte shitur vendin e saj të Vertex Development. Shumica e lagjes kishte bërë të njëjtën gjë gjatë vitit të kaluar. Ata po ofrojnë para të mira, Harold, tha ajo butësisht. Ndoshta është koha. Por Harold nuk mund të vendoste një çmim për kujtimet e tij. Veranda e pasme ishte vendi ku gruaja e tij ndjer Susan rriste domate. Dhoma e ndenjes ishte vendi ku ata kishin kërcyer në përvjetorin e 50 të martesës. Tavolina e kuzhinës, ku njepri dhe mbesat e tij ende mblidheshin për darkat e së dielës. Harold kishte provuar të luftonte përmes kanaleve të duhura. Mori pjesë në çdo mbledhje të Këshillit të Qytetit, konsultoi një avokat lokal që shqyrtoi rastin e tij falës. Ligjet e zonimit janë ndryshuar, shpjegoi avokati. Ata kanë lejet dhe kanë blerë të gjitha pronat përreth. Më vjen keq, por ligjërisht nuk mund të bëjmë shumë. Pensioni i Haroldit mezi mbulonte taksat e pronës dhe ilaçet. Kursimet e tij ishin modeste. Vertex fillimisht kishte ofruar një çmim të drejtë, por Haroldi refuzoi. Pastaj taktika ndryshuan. Uji në lagjen e tij u ndërprer për riparime që zgjatën ditë të tëra. Automjetet e ndërtimit bllokonin rrugën e tij. Burrat të çuditshëm fotografonin pronën e tij në çdo orë të ditës. Dje, një ri me kostum të shtrenjtë kishte trokitur në derën e tij. Zoti Wilson, u jam Ryan Porter nga Vertex Development, tha ai. Do të jemi drejt për drejt. Kjo është oferta jonë përfundimtare. 20% më pak se propozimi ynë origjinal. Ju keni deri nesër në mbrëmje për ta pranuar. Duart e Haroldi dridheshin ndërsa mbylli derën. Atë natë ai nuk mund të flinte, ul në karrigën e tij lëkundse duke shikuar foto të vjetra të familjes. Deri në mëngjes, ai kishte bërë paqe me të pashmangshmen. Filloi të paketonte sendet e tij më të çmuara në një kuti kartoni. Njoftimi për dobim erdhi në mesditë. Sherifi duke i sikletosur duke dorëzuar atë. Më vjen keq, zoti Wilson, ata kanë një urdhër gjykate. Keni kohë deri në orën 7 të mbrëmjes. Nga mesdita Harold kishte mbushur 6 kuti me fotografi, porcelanin e gruas së tij, të trashëgimit familjare. Gjuri i tij prekur nga artriti dhimbte nga përpjekja. Ul në verandë për të pushuar, duke parë buldozerët që prisnin në skajnë e pronës së tij. Një grua e re ndaloi makinën e saj në rrugë. Nga makina e saj dilte avull nga poshtë kapakut. Harold e shikoi, ndërsa ajo hapi kapakun dhe e shikoi e pafuqishme motorin. Pavarësisht gjithçkaje, ai nuk mund të injoronte dikën në të lashe. Eci ngadalë poshtë rrugës së tij. Probleme me makinën? Gruaja ngriti syt duke fshirë djersën nga balli. Radiatori po nxehet shumë, mendoi, isha duke shkuar në një intervistë pune. Harold tundi kokën. Më lër të marr pak ujë për të, dhe duket sikur mund të përdorësh edhe një gotë për vete. Nuk dua t'ju shqetësoj, tha ajo duke vënë re kutit në verandën e tij. Asnjë shqetësim, u përgjigj Harold. Kam kohë. Ai solli ujë si për radiatorin, ashtu edhe për gruan. Pastaj gjeti kutinë e tij të vjetër të veglave dhe ndihmoi të siguronte një lidhje të lirshme të tubit. Unë quhem Harold, tha ai duke fshirë duart me një leck. Unë jam Claire, u përgjigj ajo. Faleminderit shumë. A po zhvendoseni? Sytë e Haroldit u drejtuan te buldozerët. Jo me dëshirë. Një korporatë e madhe bleu lagjen. Unë jam i fundit që kam mbetur. Claire u vrejt. Kjo është e tmerrshme. Nuk keni ku të shkoni?
Vajza ime jeton 2 shtete larg, mendoj se do të qëndroj me të derisa të gjej diçka. Claire shikoi orën e saj. Do të vonojmë për intervistën time. A mund të bëj diçka për t'u ndihmuar? Harold tundi kokën. Vetëm një plak që po humb shtëpinë e tij. Asgjë e re në këtë botë. Cila kompani po e bën këtë? Pyeti ajo. Vertex Development. Ata po ndërtojnë një lloj kompleksi tregtar. Claire nxori një kartë biznesi nga çanta e saj dhe shkroi diçka në anën e pasme. Numërimi i celularit. Nëse keni nevojë për diçka, ju lutem më telefononi. Harold e futi kartën në xhep, duke mos dashur të dukej i pasjellshëm. Ndoshta nuk do të telefononte kurrë, por vlerësoi gjestin. Pasi Claire u largua, Harold u kthye te paketimi. Makina e sherifit u ndal rreth orës 5. 2 përfaqësues të Vertex mbërritën pak më vonë. Ata qëndronin pas SUV-it të tyre luksoz, duke kontrolluar orët dhe duke bërë telefonata. Harold ul në karriken e tij lëkundse në verandë duke shijuar perëndimin e diellit për herë të fundit. Qielli u kthye në një portokalli të ndezur, pastaj në vjollc të thellë. Ai nuk ishte gati të largohej, por koha kishte mbaruar. Ndërsa e rrësira Ryan Porter nga Vertex ju afrua verandës. Zoti Wilson, është koha. Ju nevojitet ndihmë kutit tuaja? Harold u ngrit ngadalë. Mund ta bëj vetë. Sherifi duke i sikletosur. Zotëri, mund t'ju çoj në një motel për sonte. Harold ishte gati të përgjigjej kur dritat e një makine u kthye në rrugën e tij. Një sedan luksoz i zi u ndal pas makinës së sherifit. Motori u fik dhe dera e shoferit u hap. Një burr i gjatë në të 50-ta doli jashtë. Ai mbante një kostum të qepur me porosi që edhe Haroldi mundi ta dallonte se ishte i shtrenjtë. Burri u afrua me hapa të sigurt. Zoti Wilson, pyeti ai duke zgjatur dorën. Emri im është Michael Donovan. Ryan Porterit ju zbardh fytyra. Zoti Donovan? Çfarë bëni këtu? Donovan e injoroi atë duke u përqendruar te Harold. Ju kërkoj ndjes që erdha pa njoftim. A mund të flas me ju për një moment? Harold u ndi kokën i hutuar. Nuk më ka mbetur shumë kohë këtu, siç mund ta shihni. Pikërisht për këtë dua të diskutoj, tha Donovan. A ju kthye nga sherifi, a mund të kem pak minuta? Sherifi kontrolloi orën e tij. Urdhri i dëbimit 15 minuta, tha Donovan me vendosmëri. Sherifi tundi kokën dhe u largua. Ryan Porter u përpoq të ndërhynte, por Donovan e heshti me një dorë të ngritur. Prisni te makina juaj, i tha Donovan. Pasi mbetëm vetëm në verandë, Harold i tregoi karriken lëkundëse. Të shironi të uleni? Faleminderit, tha Donovan duke zënë vendin e ofruar, ndërsa Harold i ul në lëkundësen e verandës. Sot takova dikë interesant, filloi Donovan. Një grua e re quajtur Claire u intervistua në zyrën time këtë pasdite. Ajo vonua sepse makina e saj u nxe tepër. Më tregoi për një zotëri të moshuar të sjellshëm që e ndihmoi. Harold kujtoi gruan nga më herët. Nuk ishte ndonjë gjë e veçantë. Ajo mendoi se ishte, vazhdoi Donovan. Sidomos kur mësoi se ju po dëboshit të njëjtën ditë që e ndihmuat. Ajo njohu emrin e kompanisë sime kur ju përmendet Vertex. Sytë e Haroldit u zgjeruan. Ju punoni për Vertex? Unë zotëroj Vertex Development, tha Donovan qetësisht. Ndër kompani të tjera. Harold u ngurtësua. Erdhë të shihni dëbimin vet? Jo, tha Donovan. Erdha sepse nuk di asgjë për këtë projekt deri sot. Ekipi im i blerjeve merret me 10 zhvillime. Unë delegoj shumicën e vendimeve, por kur Claire më tregoi për ju, unë e ulumtova këtë projekt personalisht. Harold studioi fytyrën e burrit, duke u përpjekur të kuptonte. Dhe zbulova se ekipi im ka përdorur taktika agresive që unë nuk i miratoj, tha Donovan, veçanërisht me të qëndrueshmit si ju. Pra, çfarë ndodh tani? Pyeti Harold. Buldozerët janë ende duke pritur. Kjo varet nga ju, zoti Wilson, tha Donovan duke u përkulur përpara në karriken lëkundze. Kam shqyrtuar planet e zhvillimit. Dizajni i kompleksit tregtar mund të modifikohet për të ruajtur pronën tuaj. Harold duke skeptik. Pse do ta bënit këtë? Duhet të humni miliona. Jo miliona, tha Donovan. Projekti do të ishte ende fitimprurës. Do të duhej të ridizajnojmë disa element, por është e realizueshme. Harold tundi kokën. Nuk e kuptoj. Dje kompania juaj më kërcënonte, sot pronari shfaqe duke ofruar të ndryshoj gjithçka. Unë ndërtova biznesin tim nga zgjoja, shpjegoi Donovan.
Babai im punonte në ndërtim gjithë jetën e tij. Ne humbëm shtëpinë tonë gjatë recesionit të 82-shit, kur nuk e harrova të ndjenjë. Ai u ngrit dhe eci te parmaku i verandës duke shikuar pronën. Claire më tregoi se si ju ndaluat për ta ndihmuar atë kur po përballeshit me dëbimin. Kjo thot diçka për karakterin tuaj. Harold ju bashkua atij te parmaku. Kjo shtëpi do të thot gjithçka për mua. E kuptoj këtë tani, tha Donovan. Ka marrë një vendim. Nëse doni të qëndroni, dëbimi do të anulohet me një herë. Zëri Haroldit u lëkund. Thjesht kështu? Do të kishte disa kushte, sqaroi Donovan. Ndërtimi do të vazhdoj rreth pronës suaj, do të jetë zhurmë për muaj me radhë. Fshinjët tuaj janë larguar, lagja nuk do të jetë e njëjtë. Harold u ndikoi ngadalë. E di këtë, por kjo është ende shtëpia ime. Atëherë mbetet e juaja, tha Donovan. Nxori nga xhaketa një dokument. Kjo është një marrëveshje ligjore. Ajo garanton të drejtën tuaj për të qëndruar këtu për pjesën tjetër të jetës. Prona kur nuk do të merret me një domen eminent apo mjete të tjera. Haroldi mori letrën në duart që i dridheshin. Duhet ta shikoj këtë me një avokat. Absolutisht, pajtohet Donovan. Merrni kohën tuaj, dëbimi është shpezulluar në pritje të vendimit tuaj. Ajo kthye dhe i bëri shenjë Ryan Porterit, i cili nxitoi nga suvi. Zoti Porter, prona e Wilsonit tani është përjashtuar nga zhvillimi. Telefononi ekipin e ndërtimit dhe u thoni të tërhiqen. Pastaj kontaktoni arkitektët tanë për ridizajnimin e hyrjes jugore. Goja e Porterit u hap. Zotëri, ne kemi investuar tashmë një plan aktual. Bordi nuk do të miratoj. Nuk po kërkoj miratim, e ndërpreu Donovan, po ju them si do të vazhdoj kjo. Nëse keni shqetësime për zbatimin e këtyre ndryshimeve, mund të gjej dikë që nuk do ta ketë. Porter gëlltit me vështirësi. Po zotëri, do të bëj telefonatat me një herë. Sherifi ju afrua me kujdes. A do të thotë kjo se dëbimi është anuluar? Po, konfirmoi Donovan. Zoti Wilson, po qëndro. Ekipi im ligjor do të dorëzoj dokumentet e duhura nesër. Harold qëndroi i heshtur, i tronditur, me marrëveshjen ende në dorë. Pas muajsh lufte dhe një ditë paketimi, mezi mund të besonte kthesën e papritur. 6 muaj më vonë, Haroldi ul në verandën e tij të përparme duke pirë limonadë. Ndërtimi rreth pronës së tij ishte pothuajse i përfunduar. Sipas fjalës së Donovan, kompleksi tregtar ishte ridizajnuar për të akomoduar shtëpinë e tij. Një park i vogël tani kufizonte pronën e tij duke krijuar një tampon mes shtëpisë së tij dhe ndërtesave tregtare. Marta, ish fëmijëja e tij, u ndal në rrugën e tij për një vizitë. Ajo eci lart në shkallët e sapo riparuara që kompania e Donovan kishte rregulluar si një gest mirësie. Vendi duket mirë, Harold, tha ajo duke pranuar një gotë limonadë. Ata bën drejtësi për mua më në fund, pranoi Harold. Gazeta lokale kishte mbuluar historinë, jo si një përballje dramatike, por si një vendim biznesi që balansonte përparimin me respektin për historinë. Donovan kishte dhënë një deklaratë të shkurtër për përgjegjësinë korporative ndaj komuniteteve që ata zhvillojnë. E ke parë kompleksin? Pyeti Marta. Ata po hapen muajin tjetër. Haroldi tundi kokën. Zoto Donovan më dha një tur javën e kaluar. Ata e quajtën oborrin qendror sheshi Wilson. Ka një pllak të vogël që shpjegon historinë e lagjes. Marrëdhënia mes Haroldit dhe Donovan kishte evoluar në një njohje të respektueshme. Ata nuk ishin saktësisht miq, por Donovan kontrollonte her pas here për t'u siguruar që ndërtimi nuk po shkaktonte probleme. "Ti si është Claire?" pyeti Marta me një buzëqeshje të ditur. Claire ishte punësuar në kompaninë e Donovan. Ajo vizitonte Haroldin rregullisht, ndonjëherë duke sjell fëmijët e saj për të dëgjuar historinë e tij për lagjen e vjetër. "Ajo po bën mirë, u promovua muajin e kaluar," tha Haroldi me krenari. "Më sjell ushqime të Martave. Thotë se është problem për rregullimin e makinës së saj, por mendoj se i pëlqen shoqëria." Vajza e Haroldit kishte vizituar pas dëgjimit për situatën e zhvillimit. Ajo i kishte ofruar përsëri ta merrte të jetonte më afër familjes së saj. "I thash ndoshta pas disa vitesh," i shpjegoi Haroldi Martës. "Nuk jam gati të largohem ende." Zhurma e ndërtimit ishte bërë një zhurmë e njohur në sfond. Harold kishte bërë paqe me ndryshimet përreth tij. Shtëpia e tij mbeti strehëza e tij. Atë mbrëmje ndërsa Harold u ishte trëndafilat e vjetër të Susan,
Makina e Donovan u dal, doli jashtë duke mbajtur një paketë të vogël. Mbrëmje, zoti Wilson. Mendova se mund të dëshironi të shinit këtë para ceremonisë. Ai dha Haroldit paketën. Brenda saj ishte një foto e inkuadruar e shtëpisë së Haroldit nga vitet 1940, krahas një vizatimi artistik të zhvillimit të përfunduar me shtëpinë e tij të ruajtur në qendër të saj. Do ta varim këtë në zyrën e menaxhimit, shpjegoi Donovan. Një kujtese për parimin nuk duhet të fshijë historinë. Haroldi studioi imazhet. Kur nuk mendova se do të isha pjesë e së ardhmes së këtij vendi. Donjëherë gjërat më me vlerë nuk gjenden në asnjë bilanc, u përgjigj Donovan. Antarët e bordit tim përfundimisht e kuptuan këtë. Ndërsa dielli perëndonte, Haroldi kuptoi diçka të rëndësishme. Qëndrimi i tij nuk ishte shpëtuar vetëm shtëpinë e tij. Ai kishte rikujtuar një njeriu të fuqishëm vlerat që ai pothuajse i kishte harruar. Donjëherë, të qëndrosh në vendin tënd mund të ndryshonte më shumë se sa vetëm rrethanat e tua.